Në Libohov të Gjirokastrës është konfirmuar vatra e parë e murtajes së ruminantëve të vegjël, një sëmundje virale dhe shumë ngjitëse që prek kryesisht tufat e dhenve dhe dhive. Rastin e parë ka konfirmuar shërbimi veterinar pas përgjigjeve zyrtare të analizave të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Tiranë. Ne kemi një rast të konfirmuar pozitiv në bashkinë Libohov, në qytetin Libohov. Grupi i punës i përbër nga 3 persona, inspektor në krye të cilit isha dhe vetë, shkuam në fermë dhe kontaktuam pronarin për t'i bërë të ditur rezultatin e analizës dhe për të marrë masat urgjente e cila konsiston në izolimin e tufës dhe në bllokimin e lëvizjes. Autoritetet veterinare kanë vendosur fermën në karantinë, duke ndjekur të gjitha protokollet zyrtare për ndalimin e përhapjes së sëmundjes. Momentalisht ndodhen 256 krerë, nga të cilat 230 janë të leshta, pjesa tjetër janë të vishta. Ne shkojmë çdo ditë në orën 5:30 të mëngjesit që bëjmë monitorimin e tufës dhe gjendjen. Për t'u theksuar është që ferma në këtë moment nuk ka temperaturë kafsha, nuk kanë shenja klinike të shfaqjes së sëmundjes dhe nuk ka ngorçmëri në fermë. Murtaja e ruminantëve të vegjël është një nga sëmundjet më të rrezikshme për blegtorin, pasi përhapet me shpejtësi dhe shkakton humbje të konsiderueshme ekonomike. Identifikimi i hershëm dhe vendosja në karantinë janë hapi i parë për të frenuar përhapjen në fermat e tjera të zonës.